Pejserit, gjykatës uluni. 18, 24, 29 e 30 shtatori nuk shkuan sipas planit në gjykatoren e Hagës. Seancat ose u kryen më herët se ç'duhej ose mbrojtja nuk thirrri dëshmitar rezervë. Trupi gjykues nuk i mirë kupton ekipet mbrojtëse të Hashim Thaqit e Jakub Krasniqit për çka u angushtoi afatin e dorëzimit të provave e tash avokatët thonë se gjyqtarët përdorin standarde të dyfishta në krahasim me prokurorinë që zgjati rastin mbi 4 vjet. Të mërkurën mbrëma Luka Mishetić dorëzoi njoftim të ri. Mbrojtja kërkon që të respektohet e drejta që zotri Thaqi të ketë 70 ditë në dispozicion për të thirrur dëshmitarët e tij, ndërkohë që ZPS i ka pasur kohë 2 vjet. Telashe ka edhe me shkuarjen e ambasadorit Christopher Hill në Hagë më 3 nëntor. Dëshmia e tij u shty paraprakisht duke u anuluar gjithë java aktuale. Kjo i bie se javën e 10 nëntorit do të dëgjohet ai dhe një tjetër diplomat për t'ia lënë radhën generalit amerikan Wesley Clark, që do të arrijë në Hagë më 18 nëntor. Dëshmitari 008 ka obligime profesionale në Shtetet e Bashkuara, si rezultati të cilave nuk mund të udhtojë në Hagë para 9 nëntorit 2025. Andaj do të mund të paraqitet më 10 nëntor 2025 dhe dëshmitari 009 që fillimisht ishte caktuar të dëshmojë javën e 3 nëntorit, megjithatë për shkak të pasigurive dhe mungesës së informacionit i kërkon dëshmitarit dhe zyrës për mbrojtjen dhe mbështetjen e dëshmitarëve të finalizojë datat e propozuara në javën e 10 nëntorit. Fakti që po pret amerikanët, ekipi i Thaqit si realizon dëshmitë me video lidhje siç propozoi kryegjyqtari Charles Smith. Mbrojtja është në dieni të përvojave paraprake me logjistikën dhe aranzhimin e videolidhjeve që në këto rrethana janë të komplikuara. Përfshir një orar të rishikuar për t'ju përshtatur dallimeve në zonat kohore, që i shkurton seancat dhe zgjat ditët e dëgjimit të dëshmitarit. As James Rubin nuk ishte planifikuar të ishte dëshmitari i parë. Këtë epitet ja dha fakti që diplomati thirrur e kishte shtyr disa herë paraqitjen për arsye jashtë kontrollit të mbrojtjes.